Apostulli i ditës. Rini zgjuar që doni të palëkundshëm në besim, silluni si burra, jini të fortë. Dhe çdo gjë që të bëni ta bëni me dashuri. Tani o vëllezër, ju e njihni familjen e Stefanas, që është fruti i parë i Akajis, dhe që janë kushtuar shërbesës së shenjtorëve. Ju bëj thirrje që të ushtroheni dhe ju atyre dhe kujdo që punon dhe mundohet në punën tonë të përbashkët. Dhe gëzohem për ardhen e Stefanas, të Fortunatit dhe të Akuikut, sepse ata plotësuan mungesën tuaj, sepse e freskuan frymën time dhe tuajin, prandaj nderoni njerëz të tillë. Kishat e Aziz ju përshëndesin, Akuila dhe Priskila bashkë me kishën që është në shtëpinë e tyre, ju përshëndesin shumë në Zotin. Të gjithë vëllezër ju përshëndetin njëri tjetrin me një puthje të shenjtë. Të fala me shëndet me dorën time të Pavlit. Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë mallkuar. Maranatha. Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me ju. Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në Krishtin Jezu. Amin. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallë dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Korintianëve, kapitulli 16, vargu 13 dhe në vargun 24. Vargu 13 thot: "Rrini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silluni si burra, jini të fortë." Apostulli Pavli është duke i dhënë disa këshilla nxitje të krishterëve në Korint. Rrini zgjuar, fjala rrini zgjuar do thotë të jesh vigjilent, ashtu si është një roje i zgjuar dhe vigjilent për të parë se mos armiku vjen për të sulmuar. Kështu edhe ne duhet të rrim zgjuar, pra duhet të jemi esëll për të shikuar kurthet e armikut, i cili gjithmonë përpiqet na gjejë në përgjumje, pra në atë përgjumjen shpirtërore. Po të rri zgjuar do të thotë të jesh në një marrëdhënie lutje me Perëndin. Shpirti i njeriu asnjëherë nuk flë dhe Perëndia nuk flë, prandaj neve gjithmonë duhet të jemi në marrëdhënie lutje. Dhe në këtë marrëdhënie lutje Perëndia na mban të zgjuar, pra na mban si thash esëll, dhe neve mund të shikojmë kurthet e armikut dhe kështu të jemi gati për të luftuar. Ashtu siç thotë më poshtë, qëndroni të palëkundshëm në besim. Pra, apostulli Pavli jep një panoramë luftarake, pra i krishteri është si një roje që vigjilon, është si një ushtar që mbron, pra qëndroni të palëkundshëm në besim, dhe fjala të palëkundshëm në besim do thotë jo thjesht të besosh se ekziston Zoti, po të besosh në doktrinën që tha apostulli Pavli tek Korintasit, pra që shpëtimi vjen nëpërmjet Jezu Krishtit dhe nuk ka tjetër shpëtim përveç Krishtit. Prandaj të rish i palëkundshëm në besim në doktrinën, ose si themi ne në besimin ortodoks, duke mos devijuar as majtas as djathtas, sepse Korintasit rrezikoheshin nga heretikët që kishin ardhur si uqër me lëkura delesh dhe që ishte vështirë për t'i dalluar. Pastaj vazhdon silluni si burra. Fjala silluni si burra do të thotë që ata mos të lëshojnë territor, pra mos lëshojnë në pe kur bëhet fjalë për besimin, për doktrinën, për moralin, po duhet të qëndrojnë si burra që ruajnë atë që ju takon, pra ruajnë veten e tyre, ruajnë familjen e tyre, ruajnë pasurinë e tyre. Dhe jini të fortë. Fjala jini të fortë do të thonë jini të fortë në Zotin, sepse kjo është një fuqi që vjen nga Perëndia dhe nëpërmjet kësaj fuqie të Perëndis ne e mundim të ligun dhe shërbëtorët e tij. Vetë Zoti Jezu Krisht tha, mos keni frikë, unë e munda botën. Po ashtu ungjillori Shën Joan në letrën e tij të parë na thotë: Ju jeni prej Perëndis o djemë të ri, dhe i keni mundur ata, sepse ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë. Dhe këto nxitje thelbësore që apostulli Pavli thotë në letrën drejtuar Korintasve, nuk ishin vetëm për të rriturit, por këto ishin për të gjithë të krishterët. Dhe këtë shikojmë në jetët e shenjtorëve. Në jetët e shenjtorëve kemi të moshave të ndryshme, duke filluar që nga fëmijë shumë të vegjël dhe deri tek mosha më të mëdha. Por të gjithë këta qëndruan përpara vuajtjeve, torturave si burra, dhe nuk flasim për burra të fortë, për atlet, po flasim për gra dhe fëmijë, sepse Zoti ishte tek ato dhe ato ishin të fortë në Zotin. Dhe vargu 14 thotë, dhe çdo gjë që ta bëni me dashuri. Tashmë apostulli Pavli tregon diçka tjetër. Çdo gjë që ta bëni me dashuri, edhe këtu bëhet fjalë për një jetë të devotshme deri në flijim, si ndaj Perëndis, ndaj të afërmit, por edhe ndaj armikut.
Vetë Zoti Jezu Krisht mësoi doni armiqtë tuaj. Madje ai këtë e tregoi praktikisht edhe kur u kryqëzua në kryq, që nuk i shau, nuk i mallkoi armiqtë e tij, por tha fali o atë se nuk di çka bëjnë. Të njëjtën gjë bëri edhe Shën Stefani, dëshmori i parë, sipas modelit të Krishtit, ai kur goditej me gur nga armiqtë e tij, ai i fali armiqtë e tij dhe tha o Zot mos ja u llogarit atyre për mëkat. Të njëjtën gjë bën edhe martirët dhe shenjtorët në çdo kohë. Pra, çdo gjë duhet ta bëjmë me dashuri. Zoti Jezu Krisht ka vënë edhe kriterin e njohjes së nxënësve të tij dashurinë, duke thënë, nëse ju do doni njëri tjetrin, atëherë njerëzit do t'ju njohin. Pra do t'ju njohin se jeni të krishterë, pra jeni nxënësit e mi. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë në vargjet më poshtë, në vargun 15 na thotë: tani u vëllezër, ju e njihni familjen e Stefanas, që është fruti i parë i Akajis dhe që janë kushtuar shërbesës së shenjtorëve. Apostulli Pavli i jep nxitje duke përmendur familjen e Stefanas. Këta të krishterë të dashur për Apostulli Pavlin ishte fruti i parë i Akajis, pra të kthyret e parë në Akaji. Ata kishin vënë veten e tyre në shërbes të shenjtorëve. Fjala në shërbes të shenjtorëve, në shërbes të krishterëve, duke i parë të krishterët si vëllezërit e tyre. Apostulli Pavli përmend se kishte pagëzuar familjen e Stefanas. Dhe këtu duhet ndalojmë se në familjen e Stefanas patjetër ka pas dhe të mëdhenj edhe të vegjël dhe kisha ortodokse këtu merr një indicje për të pagëzuar fëmijët edhe në moshë të vogël. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, vargu 16 na thotë: ju bëthiri që të nështroni dhe ju atyre dhe kujdoj që punon e mundohen në punën tonë të përbashkët. Tashmë Apostulli Pavli duke nxjerrë përpara familjen e Stefanas, një familje model, pra një familje e krishterë, jo thjesht e izoluar brenda vetes, por e hapur në dashuri për të gjithë të krishterët, atëre ai thotë që të tillë njerëz duhet ju nështroni. Fjala duhet i nështroni, duhet i nderoni, pra duhet i dëgjoni, duhet i keni si model. Kjo është arsyeja që në kishën tonë ortodokse disa të krishterë, individ ose grup ose familje janë dalluar nga të tjerët dhe epiteti shenjtor është përcaktuar jo për të gjithë, por për këta, duke qenë këta si modeli për të krishterët e tjerë në çdo kohë. Prandaj, ne në vitin liturgjikal dhe në çdo ditë të vitit, në kish na përmendet emrat e shenjtorëve dhe jetët e tyre, në sinaksarët e tyre, duke qenë ata frymëzim. Pra, mund të jenë individ, mund të jetë dhe familje. Shikojmë që familja e Stefanas mundoi në punën tonë të përbashkët. Pra, Apostulli Pavli thotë këtë, dhe atyre që kujdojnë që punon dhe mundohen në punën tonë të përbashkët. Ktu bëhet fjalë për ata që kishin një detyrë të veçantë brenda një kishe, detyrën e apostullimit ose të mbikëqyrjes, siç kemi ne episkopët dhe prifterin, të cilët mbikëqyrin, vigjelojnë mbi bashkësinë, por shërbejnë dhe mësojnë. Për të tillë duhet të ketë një nderim të veçantë. Kjo është arsyeja që ne në kishën tonë ortodokse, episkopët, prifterinë, klerikët i nderojnë në mënyrë të veçantë sepse ata bëjnë një punë shumë të rëndësishme në kishë, pra bëjnë punën e apostullit. Dhe vargu 17 thotë: dhe gëzohen për ardhin e Stefanas, të Fortunatit dhe të Akaikut, sepse ata plotësuan mungesën tuaj. Pra, disa nga kisha e Korintit kishte vajtur për të takuar Apostull Pavlin, dhe këtu përmenden emrat, këta ishin përfaqësues e kishës. Apostull Pavli thotë: ma plotësuan mungesën tuaj. Ndoshta ka dy kuptime. E para, Apostull Pavli është duke folur Korintasve që ju më keni munguar sepse Korintasit kishin devijuar disi nga mësimi i apostullit, pra kishin marrë ndikime nga heretikët judej, prandaj dhe Apostull Pavli thotë mungesën tuaj, por ndoshta ka dhe një kuptim të mungesës nga larg, që ata nuk kishin mundësi ta takonin afër dhe këta përfaqësues takuan apostullin. Vargu 18 thotë: sepse e freskuan frymëtimet e tuaj, prandaj nderoni njerëz të tillë. Duket këta njerëz që kishin ardhur për takuar Apostull Pavlin, po jepni lajme të mira nga Korinti, sepse Korintasit kishin filluar të kundërshtonin mësimet e heretikëve dhe të ktheheshin tek mësimi i Apostullit Pavlit. Dhe kjo ishte si një freski për frymën e apostullit, ashtu si një njeri i cili është në zheg dhe gjen ujë të freskët dhe freskon trupin, kështu edhe ky lajm i mirë freskoi shpirtin e Apostullit Pavlit, frymën e tij, sepse ai ishte në një temperaturë të lartë shpirtërore nga shqetësimi për Korintasit, për të krishterët në Korint, për devijimin e tyre. Por jo vetëm time thot, po dhe tuajin, sepse këta kishin ndikuar
të kisha e Korintit, prandaj nderoni njerëz tillë. Kjo është arsyeja pse duhen nderuar njerëz tillë, pra episkopët, prefrinjtë, teologët, të cilët ka një shërbim sakrifice, shërbim dashurie për të krishterët e tjerë. Vargu 19 thotë: Kisha Aziz ju përshëndesin, Akuila dhe Priskila, bashkë me kishën që është në shtëpinë e tyre, ju përshëndesin shumë në Zotin. Tashmë Apostull Pavli përmend kishat e Aziz, ishte një grup kishash lokale në provincën e Aziz, sot Azia e vogël, kryeqyteti i cili ishte Efesi. Aty përmendet Akuila dhe Priskila, dy bashkëpunëtorë të Apostull Pavlit, të cilët duke qëndronin në Efes, ata ishin njohur me Apostull Pavlin në Korint, ishin bashkëpunuar me të, madje Akuila ishte punues çadrash, pra edhe Apostull Pavli kishte marrë këtë zanat, pra për të punuar, për të siguruar mjetet e jetesës tij që mos i bëj barr kishës. Por shikojmë që Apostull Pavli thot me kishën që është në shtëpinë e tyre. Shikojmë që Akuila dhe Priscila kishin kthyer shtëpinë e tyre në një kishë, sepse në atë kohë krishterimi luftoi, persekutoi, dhe krishterët nuk kishin tempuj, pra nuk ishte një festë zyrtare, dhe krishterët shndronin shtëpinë e tyre në kishë, dhe atje në shtëpitë kishë ata luteshin, kryenin misteret dhe pastaj dinin në terren, në pazar, kudo që ishin, dhe bënin apostullim, sepse shikojmë që Akuila dhe Priskila ishin apostoj, pra ishin bashkëpunëtorë të Apostull Pavlit. Ishte një çift i tillë, i cili u përkushtua tërësisht Zotit dhe apostullimit. Ky varg do të na ngacmojë të gjithë neve si të krishterë në çdo kohë, sepse pavarësisht se sot kemi tempuj, kisha, ku ne mblidhemi të dielave së të kremteve, por në shtëpinë tonë ne duhet kemi patjetër një kënd për kushtuar Zotit, që i ngjan një kishë të vogël dhe atje ne duhet kryejmë shërbesat e përditshme, sepse nuk duhet mjaftohemi vetëm me lutjen e kishës, por duhet lutemi edhe çdo ditë. Siç thamë në fillim, rrini zgjuar. Vazhdon vargu 20 thotë: Të gjithë vëllezërit ju përshëndesin njëri tjetrin me lutje të shenjtë. Pra, kjo është një karakteristikë në atë kohë, pra përshëndetje me një puthje, por nuk është kjo puthje që ne bëjmë sot, është një puthje që i ngjan asaj që përshëndeten klerikët brenda në ajodhim. Dhe sot njerëzit mjaftohen duke i dhënë dorën njëri tjetrit. Dhe në vargu 21 na thuhet: Të fala me shëndet me dorën time Pavlit. Apostull Pavli zakonisht ndihmohesh nga tjerë për të shkruar, sepse ai fliste dhe të tjerë shkruanin. Por në fund fare gjithmonë Apostull Pavli për të qenë i vërtet, ose si them i sigurt për ata që do të lexonin letrën e tij, shkruante me dorën e tij. Dhe në vargun 22 na thotë: Nëse ndokush nuk e do Zotin Isu Krisht, qoftë mallkuar. Maranatha. Le të ndalojmë pak këtu. Apostull Pavli përfundon këtë letër drejtuar Korintase, siç dëgjuam, duke kujtuar të gjithë besimtarët të krishterë se të pretendosh të jesh besimtar dhe të mos duash Zotin, do thotë të jesh i mallkuar. Të mos duash Zotin do thotë të mos e ndjesh në zemër dashurinë e tij për të, të mos i bindesh atij dhe të shtrembrosh ungjillin e tij dhe të apostujve. Të jesh i mallkuar do thotë të përjashtohesh nga kisha e vërtet, që është mbi tokë, po ashtu të përjashtohesh dhe nga mbretëria qiellore. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm, sepse jo vetëm Apostull Pavli, por edhe ungjillori Joan, nxënësi i dashurisë, kur bëhet fjalë për mohimin e Krishtit, ai këtë njeri e quan antikrisht. Ja çfarë thotë? Kush është gënjeshtari veç ai që mohon se Isuji është Krishti? Antikrishti ai që mohon Atin dhe Birin. Kushdo që mohon Birin s'ka as Atin, kushdo që njeh Birin ka edhe Atin. Prandaj kisha ka të drejtë të bekojë, ka të drejtë dhe të mallkojë, dhe fjala mallkim në kishë nuk do të thotë një lloj urrëtie, por është një lloj pedagogje, ose më themi pedagogjia e fundit që ka kisha, që një person ose një grup personash të cilët nuk e duan Zotin, pra fjalën nuk e duan Zotin, nuk i binden Zotin, shtrembërojnë fjalën e tij, bëjnë atë që është kundër ligjeve dhe porosive të tij, atëre kisha merr atë qëndrimin e prerë, domethënë mallkimin, anatemën, që këta njerëz të kuptojnë se janë në gabim dhe të kthehen. Por në qoftë se një njeri merr anatemën e kishës, ai nuk ka fali as në këtë jetë, as në të jetë, në qoftë se nuk pendohet dhe nuk zgjidhet përsëri nga kisha, sepse vetë Zoti i tha apostujve: atë që ju do të lidhni në tokë, do të lidhuni në qiell, dhe atë që do të zgjidhni në tokë, do të zgjidhuni në qiell. Pra, kisha është apostolike dhe ka fuqi të lidh dhe të zgjidh. Prandaj duhet pasur kujdes
kur luftojmë kishën, sepse luftosh kishën do thotë luftosh vetë Zotin, sepse kisha dhe Zoti janë një. Apostull Pavli thot edhe shprehen Maranatha. Maranatha është një shprehje që vjen nga aramaishtja, që do thot eja o Zot, dhe përdoret si lutje ose përshëndetje midis krishterëve të asaj kohe. Duhet dim se vetë Zoti Jezu Krisht ka folur në gjuhën aramaike dhe kisha lutje vazhdimisht që Krishti të kthehej sa më shpejt, dhe të krishterët janë ata që e presin me dashuri të shfaqurin e Zotit. Ashtu si përsëri apostull Pavli thot në letrën drejtuar Timotheut. Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia gjykatësi i drejtë do të më jap atë ditë, jo vetëm mua, por dhe gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Edhe neve, patjetër që duhet ta themi këtë shprehje, nuk është thjesht të themi shprehjen, por të jetojmë në këtë frym, pra që ne të jemi gati dhe duke qenë gati me dëshirë të presim ardhjen e Zotit, sepse ardhja e Zotit do të vijë papritur dhe Zoti Jezu Krisht tha: Ja, unë vi shpejt. Kush është i padrejt, le të vazhdojë të jetë i padrejt. Kush është i ndyrë, le të vazhdojë të jetë i ndyrë. Kush është i drejtë, le të vazhdojë të praktikojë drejtësinë, dhe kush është i shenjtë, le të vazhdojë të shenjtrohet. Ja, unë vi shpejt, dhe shpërblimi është me mua për të dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Dhe libri i fundit i Biblës, zbulesa, mbyllet me këto fjalë: Po unë vi shpejt. Amin. Po eja Zoti Isu. Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me të gjithë. Amin. Dhe në fund fare apostull Pavli mbyll letrën me këto fjalë: Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në Krishtin Jesu. Amin. Pra, këto fjalë të apostull Pavlit tregon se sa dashuri të sinqert ai kishte për Korintasit, dhe duke mbyllur në këtë mënyrë, patjetër ata që lexuan letrën e apostull Pavlit u ndjen të turpëruar, që kishin lejuar mësuesit e rem të futeshin duke vënë në dyshim apostullin e tyre, dhe që ishin larguar nga dashuria e tij fillestare, sepse ai ju shkruaj ti Korintasve: Edhe sikur të kishni 10.000 mësues, mua më keni atë, sepse unë ju linda në Zotin. Dëgjohat komentin e letrës së apostullit Pavlit drejtuar Korintasve.